Ish deputeti i Lidhjes Demokratike Gani Geci ka theksuar se asnjëherë vajza e tij, deputete e rizgjetur, nuk do të mbështeste një koalicion të Lëvizjes Demokratike të Kosovës me Partinë Demokratike të Kosovës. Në Debat Plus, Geci thekson se një koalicion me PDK-n, edhe nëse do të miratohej nga kryesia, nuk do të kishte asnjë shans të kalonte. Një koalicion i LDK-s me PDK-n e ka një vot mangut. Kur nuk do të ndodhi. Një koalicion me vetëvendosje nëse e vendos kryesia e voton, nëse nuk vendos kur, një koalicion me PDK-n. Edhe nëse qohej prej varrja Demja Shari nuk e voton, deklaroi Geci, ndërsa për koalicione me lëvizjen vetëvendosje, Geci theksoi se ky vendim është në duart e kryesisë së LDK-s. Ai shtoi se nëse kryesia e partisë vendos për një koalicion me vetëvendosjen, atëherë ai do ta mbështesë, duke cilësuar si të keqen më të vogël ndër dy mundësitë. Një koalicion me vetëvendosjen është në domenin e kryesisë. Nëse vendos kryesia e votoi, nëse nuk e vendos kur, tha Geci, duke theksuar se për të, koalicioni me vetëvendosjen është më i pranueshëm se ai me PDK-n.